këtu, mos i bën çadër. I këtu, Pa po rregull këtu. te kamera mos abre. Më hajt, mos të zot vata, sa të bëj filmon. Sa te kamera, lutem mos te kamera. Te kamera kena. Se cilë Ja të më majtë e kamera, që të filmoj se di bje deri tonë. Afroj vje më se sta. Që më herë, dhe po të afroj suhet për një dhe. Dhe se për cënë më botë. I ka shumë të shumë. I ka shumë një. Jepi. Pa audio? Uno. So the
drejto, kush na e fol? A dhe zëdi, kush dhe me folë? Mikrofonin. Po, hajde Mikrofonin pra atje, mos. Mikrofonin atje. Përshëndetje. Një minut, si të ke. Përshëndetje gjithëve që jeni të pranishëm këtu, që keni ardhur për të ndaluar të kujtim të shenjtë të 82 vjetorit të rënies së rë të popullit Vasil Shandell dhe dëshmorëve Reshit Rusi dhe Rifat Manjani. Në këtë ditë të shënuar, Bashkia e Amalësisë së Madhe ka organizuar të ceremoni zyrtare, jo vetëm thjesht për vendosjen e kujtore për uljen para aktet të tyre rik, por për kujtuar nëpërmjet këtyre rojeve dhe dëshmorëve gjithë herojt dhe dëshmorët të rënë në luftën për liri, çlirim, pavarësi dhe integritet territorial. Ndaj në emër të kryetarit të Bashkisë Malësie e Madhe Zotit Tonin Mainaj, ju uroj mirëseardhjen dhe përshëndetjen e veçanta në emër të gjithë institucionit tonë Bashkia e Malësisë së Madhe, me rastin e kësaj dite të shënuar të një shkurtit të 82 vjetorit të rënies së rë të popullit Vasil Shandell dhe dëshmorëve Reshit Rusi dhe Rifat Manjani. Tu marrin pjesë organizatat e familjes dëshmorëve, organizata e veteranëve, organizatat të ndryshme të cilët kanë vlerësuar dhe vlerësojnë të rast historik, po kështu marrin pjesë edhe forca politike, marrin pjesë institucione kryesore të rangut rajonal, siç janë institucioni i prefektit të qarkut të Shkodrës, në prefekturës dhe gjitha organizatat e tjera dhe profesionist të tjerë qofshi politik edhe individual, të cilët kanë vlerësuar, kanë gjetur kohën dhe mundësinë, pavarësisht kësaj kohe të rënies së shirave, kanë gjetur të mundësi për të ardhur në këtë aktivitet. Kush ka dëshirën të bëjë përshëndetje të rastit? Pra e pak mikrofon. Për kujtu një nga ngjarje kulmore të historisë të luftës antifashiste nacional qeverimtare të popullit shqiptar. Rënien heroike të herojve të popullit tonë Vasil Shandell, Reshit Rusi, Rifat Manjani. Në kulm e reakcionit edhe represionit nazi-fashist të operacionit të dimnit, ku në zonën e Shkodrës Shprehje mikrofonin. Normat Egara, Vasil Shandell, Reshit Rusi dhe Rifat Manjani u banën simbol me shembullin e tyre në përballjen heroike të i dhanë frymëzim popullit tonë deri në fitoren përfundimtar. Shtirimin e vendit me 29 nënor 1944. Vasil Shandell, Reshit Rusi ishin veprimtar, veçanërisht Vasil Shandell ishte shembulli, pasqyra, simboli, frymëzimi i popullit tonë në këtë përballje vigane, ku u luajshin fatet edhe të njerëzimit. Reshit Rusi, qytetari i Shkodrës, sportist, veprimtar, i pa lodhur, shqiptar me zemër të madhe, u pa shembull frymëzimi për Shkodrën dhe për sportimin. Bashkë me Rifat Manjani, Gibranin, Trim edhe të venosur. Ju jena mirënjohës deri pafundësi të këtyne figurave si popullin tonë e banin me kanë dinjitos për para popujve të botës. Nerë, respekt dhe mirënjohje këtyne simboleve që na kanë përmos kalit nërgjezjen kombëtare shqiptare. Për jetë kujtimit të tyre. Ju falë në mërës. Përshëndetje. Shkrimtari ynë i madh thot Ismail Pedereja, thot një popull që nuk njeh të shkuarën e ka të vështirë të përcaktoj të ardhmen.
ne duhet t'i duam herojt, duhet t'i duam dëshmorët e atë dheut tonë, sepse ata nuk ranë për parti politike, ata ranë për atë dheun e tyre. Gjaku i tyre, i të gjitha tyre që ranë për të atë dhe, ishte vetëm i kuq, dhe është vetëm i kuq. Jeta e tyre ishte vetëm e shej. E të gjitha tyre që ranë, që përfaqësuan edhe ideologji edhe politikë. Prandaj ne do t'jemi mirënjohës, do t'i respektojmë ata deri në fund të jetës tonë, dhe t'u trashëgojmë brezave, se ndryshe e përsëris dhe njerëz si shtohet e shkëndarin i madh, në qoftë se nuk njohim të shkuarin e kemi të vështirë të përcaktojmë datën tonë. Unë kam edhe kritik për ata që udhëheqin institucione kryetare, institucione të ndryshme të qartë dhe të rrethin. Ata duhet të jenë më të mobilizuar, të mobilizojnë, të sensibilizojnë, ta bëjnë më sensitive këtë datë dhe këto data që përcaktojnë, që kanë përcaktuar të ardhmen tonë. Lavdi atyre, të gjithë atyre që dhanë jetën për këtë atë dhe. Ju faleminderit dhe u jam mirënjohës të gjithë ju që jeni të pranishëm këtu, sepse ne kemi mundësi që të bëhemi nesër edhe kaq sa jemi. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, Vasil Shanto, heroi i popullit, ishte komunist një orëve të para, bashkë themelosi i Partisë Komuniste, bashkë me Enver Hoxhën që vonë stavën dhe shok tjerë, komisar i parë i qetës partizane të Pesës, i deleguar i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste për qarkun e Shkodrës për drejtimin e luftës antifashiste nacionalshqiptare. Të gjitha këto e quhen Vasil Shanton drejt lartësisë së herojt të popullit. Sigurisht ne i vlerësojmë gjithë partizanët, gjithë luftarët, por Vasil Shanto është emblema e krenarisë e lavdisë për atë dheun. Sigurisht lufta nacionalshqiptare së bashku me epokën, epopejën e lavdishme të Skënderbeut janë dy kolonat ku mbështetet Shqipëria jonë sot, Shqipëria moderne. Lufta nacionalshqiptare ishte prologu i epokës socialiste e Enver Hoxhës. I thashtë të dyja bashkë këto, sepse ata nuk ndahen nga njëra tjetër. Po të mos ishte lufta nacionalshqiptare, nuk do të vinte as socializmi. Po të mos ndërtohesh socializmi nuk mund të ndërtohesh nëse nuk do kishte emblemën e lavdishme të luftës nacionalshqiptare. Është detyrë e organizatës veteranëve, organizatës dëshmorëve, e shoqata dhe organizatëve të tjera shoqërore e patriotike të vendit tonë që ta ndrojnë këto dy kolona të lavdishme. Nuk është e ndershme, nuk është serioze që në një ditë ku bjen heroi i popullit, ish antar i Komitet Qendror të Partisë Komuniste, mos thuhet se lufta nacionalshqiptare e drejtoi Partia Komuniste e Shqipërisë e themeluar në 8 nëntor 41 dhe Enver Hoxha që ishte komandant i përgjithshëm i ushtrisë nacionalshqiptare. Asnjë aktivitet politik nuk mund të ketë, as ka pas në Shqipëri pa një komandant, pa një drejtues politik ose ushtarak. Këtë do t'i them me bullëri. Pasi kur të vëmë në përsallat e mbledhjeve me parti tjera, ne të bisedojmë si na kemi ide. Lavdi, heroi të popullit, Vasil Shanto. Faleminderit. Duke me duar se ne respektum, vlerësum dhe mbajtëm po këto përshëndetje të rastit, edhe njerë në emër të institucionit Bashkisë Mundësimal dhe kryeitarit Bashkisë Zotit Tonini Marinej, ju sjell përshëndetjen, lavdi herojve dhe dëshmorëve të luftës antifashiste nacionalshqiptare dhe gjitha luftave të tjera për liri dhe shënim kombëtar. Me rastin e 82 vjetorit që ne po përkujtojmë sot, shkolla që mban emrin e ri të popullit Vasil Shanto
Shkolla 9 Vasil Çandovrak ka organizuar një aktivitet të shkurtër për të rast. Dojnë me thonë fjallit për shnetë se të bajtë, atë dy fjallit. Thuj. Mirë, është ma mirë kja sa... A një valla e bukra është fiks për të të. Ja, më vjen keq se këta nga norë. Hajde, Që kja për zërët? Falë. E tjetë marrë dhe, ja po... Përshëndetje. Ne nxënësit e shkollës Vasil Shando, çdo një shkurt kujtojmë me nderim dhe mirënjohje figurën e tij, i cili u vra me një shkurt 1944. Pikërisht në fshatin tonë. Kemi zgjedhur për të përshëndetur me vargje dhe me valle me motive patriotike. Ju ftojmë të na ndiqni. bukur, ordnëm. Pozicionone në përmes. Është pështyma jakosur e adhëlleu të veremosur dhe koltuku ku ke hipur duke hequr nderën zvar, është trekëm shiqe për dita, varet kombin në litar. Kreshnikët me shkanë dorë, ku zufilin i liria. Nga to vale mbushur me dëvor, si orte ka zbrit liria.
Hajde!